Zgjidhjet e vërteta dhe afatgjate për herë janë në thellësi, jo në sipërfaqe. Për fat keq, shumë njerëz hezitojnë ose pritojnë t'i qasen problemeve ose çështjeve në përgjithësi në thellësi. Gjithmonë kanë tendencë që çështjet t'i shohin ose t'i trajtojnë sipërfaqësisht. Prandaj me të drejtë thuhet, një goditje në rrënjë është më e rëndësishme se 1000 goditje në deg. Një njeri kishte dalë në borë në 2 gjojnë po kërkon të diçka. Dikush e pyeti, çfarë po kërkon, çfarë ke humbur? Tha, kam humbur qelsin. Ku e ke humbur qelsin, i thanë? Tha, kam humbur qelsin në shtëpi brenda. Po si e kërkon jashtë atëherë? Tha, po më duket jashtë Madrid. Këto është problemi, që ndonjëherë pritojmë të zhytemi në thellësi dhe atje ta zgjidhim problemin. Preferojmë që çështjet t'i zgjidhim vetë sipërfaqësisht. Në Kuranin Fisnik e kemi një kaptin që flet rreth hapjes së gjoksit të Muhamedit alayhis salam. Mirë po, interesant është që Zoti i Madhreshëm e përdor një shprehje, sharh, që në arabisht do thotë me sqaru diçka deri në thellësi, me ekzaminu, me zbulu, me u zhyt një çështje deri në detajet e saj. Diçka të brendshme me shfaq jashtë. Prandaj në ajetin e parë të kësaj kapitine, Allahu i Madhreshëm i thot Muhamedit, a nuk ta ekzaminuam ne gjoksin tënd? Pra, a nuk e zbërthyem ne gjoksin tënd dhe e nxjerrëm çdo të ligë të mundshme nga ti dhe pastaj të bëm profet? Kjo kapitin provon të na hap mendjen dhe të na qil syt që gjërave duhet t'i qasemi në thellësi, në brendësinë e tyre, sidomos kur çështjet kanë të bëjnë me njeriun.